Gjeometria sekrete e trëndafilave mund të formosojë të ardhmen e robotikës sipas shkencëtarëve izraelit. Skajet e buta dhe të lëmuara të petaleve të trëndafilit i kanë magjepsur prej kohësh poetët, artistët dhe shkencëtarët. Tani shkencëtarët izraelit kanë zbuluar gjeometrinë e fshehur që u jep atyre formën e tyre dalluese, duke mbuluar jo vetëm një sekret botanik, por edhe një plan të ri për inxhinjerinë e së ardhmes që mund të çojë në elektronik dhe element arkitektonik më fleksibël dhe në rritje. Një studim i Universitetit Hebraik, i botuar së fundmi në revistën Science, ka zbuluar se skajet ikonike të petaleve të trëndafilmit në formaje u formuan nga mekanizma të ndryshëm nga sa mendohej më parë. Për vite me radhë shkencëtarët kanë hipotezuar se strukturat si gjethet dhe petalet i zhvillojnë format e tyre kryesisht nëpërmjet papajtueshmërisë gaussiane, një lloj mospërputhje gjeometrike që bën që sipërfaqet përkulen dhe të shtremërohen ndërsa ato rriten. Megjithatë, kur studiuesit të udhëhequr nga profesor Moshe Mikael dhe profesor Eran Sharon të Institutit të Fizikës Rakan shqyrtuan me kujdes petalet e trëndafilit, ata nuk gjetën shenja të papajtueshmërisë. Në vend të kësaj, ata zbuluan se format e petaleve drejtohen nga një parim gjeometrik i quajtur papajtueshmëria Maynardi-Godazi-Peterson (MCP). Pamjaftueshmëria gaussiane shkakton deformim uniform i cili manifestohet si përkulje, rrudhje dhe përdredhje petaleve. Papajtueshmëria e MCP nga ana tjetër rezulton në karakteristika më të mprehta siç janë kupsët, palosjet dhe valëzimet e theksuara. Në rastin e petaleve të trëndafilit, gjatë rritjes stresi përqendrohet në skajet. Për shkak të pamjaftueshmërisë MCP, petali formon natyrshëm kthesa të mprehta dhe të theksuara, jo palosje të rastësishme, por një model të parashikueshëm të qeverisur nga domosdoshmëria gjeometrike. Një nga gjetjet më interesante është lakimi i reagimit midis rritjes dhe stresit, thanë shkencëtarët. Ndërsa stresi përqendrohet në majat e petalit, ai se si dhe ku petali vazhdon të rritet. Në këtë mënyrë, gjeometria dhe biologjia janë të kyçura në një dialog të vazhdueshëm me formën dhe funksionin që formosojnë njëri tjetrin. Është e habitshme që diçka aq e njohur sa një petale trëndafili fsheh një gjeometri kaq të sofistikuar, tha Michael. Ajo që zbuluam shkon shumë përtej luleve, është një dritare se si natyra përdor formën dhe stresin për të udhëhequr rritjen në gjithçka, ngabimet e materialet sintetike, shtoi ai. Gjetjet hapin mundësi interesante për robotikën e butë, elektronikën fleksibile dhe materialet inteligjente ose vetë ndryshuese, materialet që mund të ndryshojnë formën saktësisht pa pasur nevojë për motor, nyje ose kontrolle të jashtme, mund të çojnë në robot më të butë dhe më fleksibël, veçanërisht robot kirurgjikal dhe robot kërkim shpëtimi. Të kërkuarit se si të kontrollohet forma përmes stresit të brendshëm, siç bëjnë petalet, mund të ndihmojnë inxhinierët të krijojnë qarqe dhe ekrane elektronike fleksible të palosshme ose të ndryshueshme që rregullojnë formën e tyre në varësi të funksionit të tyre. Por më tepër, zbulimi i pamjaftueshmërisë MCP u jep inxhinierëve një mjet të ri për të projektuar materiale që programohen vetë për të përkulur, palosur ose përkulur në forma të ndërlikuara pa montim manual. Kjo mund të revolucionarizojë paketimin, materialet e ndërtimit dhe strukturat e zhvendosshme siç janë satelitët që shpalosen në hapësirë. Studimi gjithashtu hap një derë për elementët arkitektonik që rriten në pozicion ose ndryshojnë formë bazuar në kushtet mjedisore si nxehtësia, lagështia ose drita. Ulëmtimi mund të ketë edhe zbatime mjekësore, meqense indet biologjike gjithashtu përjetojnë strese të brendshme gjatë rritjes. Këto gjetje përfundimisht mund të ndihmojnë në projektimin e skelave për rritjen e organeve ose indeve që duhet të marrin forma komplekse natyrshëm.